Unë nuk kam tokë këtu, tash se mu ma ka marrë italiani. Do vi si turist, tokë s'kam fare. Pra ti do vish turist në tokë tate? Në tokën time, po. Po m'lan këto, katonarët, do vise. Edhe... Po i ke kushurit e tu janë këtu? Unë i kam kushurit e mi në Itali, kanë kaq vite, se lem do të punën, jo italiani, i shfrytëzoj italiani, si nuk i ka bë me letra, bën kaq vite, prap në Itali. Vje italiani këtu bëhet me tokë, jo me letra, me tokë. Me tokë ku e do, edhe si ma do, me burimet si mi do, me ujë si mi do, me klijë. Nësa italiani do thot, po ta gjojt në emisionin do thot, mua më dha shteti, ola. Jo, nuk ja ka dhënë shteti. Shteti i ka dhënë atë pjesën që i tako. Po ja, a i ka morë 10 hektarë aty. Kur e prishin, nuk shkoj dikush ta denoncon e polici, po prish tokën? E kena denoncu, po i ka rrjeshtat, i ka rregullu rrjeshtat aty ku do na i. Jo ku dumne. Se baba tha, po të presësh i pemë, vje policia. Tani ai që mori edhe bëri atë dëm, nuk vje policia? Jo, nuk vje policia. Po nuk vje. Nuk vje policia, se janë çdo gjë të lidhme. Unë mendoj që aty italianit t'japim pasaport shqiptare, ta kthejmë, ta bëjmë me toka në gjëgjoj, me toka ngulur. Po lëvizim ne po ikim për alem italianit, ta mbaje. Ka 30 vjet italiani shfrytëzon si mas dëshire.